Lufta në lindjen e mesme nuk po ndalet, e përpasoj çmimet e derivateve në Kosovë veç po rritën. Deri këtë martë në shumë pompa të vendit, 1 litër naftë ka arritur në mbi €1.50, krahas asaj të benzinës që është gati €1.30. Shkak i kësaj gjendje, shoqata e transportit rrugor ka mbetur në udhkryq me 2 opsione, duke tentuar që të gjejë zgjidhje. Ose duhet të ngritim çmimet, ose duhet të mbyllim kompanitë, të lëshojmë punëtorët nga puna, derisa nuk stabilizohet gjendja me furnizim karburantëve me çmime normale. Me kërkesën e parë të Jakub Berishës, nuk po pajtohen një udhëtarët që frekuentojnë autobusët. Kjo rëndon edhe xhepin edhe qytetarëve, kjo vështirëson edhe jetën e tyre. Naftohet kanë rezerva, edhe nuk më përmendja që është një rritje arsyeshme. Rëndimi i xhepit qytetarëve kuptohet se me rrogat të Kosovës edhe me një ekonomi familjare që studentat në varën për shkollim është tepër e lartë. Që të mos vi puna deri këtu, Berisha thot se ka disa alternativa. Kto është desh pikë pari të mendon qeveria, shteti, ose të ndërhyjnë me rezerva shtetënore që shteti duhet të ketë për raste urgjente në karburante, ose të ndërhyjnë dhe të zbrit akcizën. Ulja akcizës që për naftë shkon në 36 cent për litër, po thuhet se do të kontribonte që çmimi të mbahej nën kontroll. Shteti momentalisht në Kosovë ka mjaft mjete të lira të cilat nuk i ka shfrytzuar për investime kapitale, për gjëra tjera, dhe ato mjete duhet t'i përdor për të lehtësuar sa më shumë jetën e qytetarëve mbi zvoglimin e shpenzimeve të cilat munden me ndodhë në zvoglimin e akcizës në raste të tilla emergjente. Kryetari i shoqatës së naftëtarëve Fadil Beriani theksoi se ka lëvizje për uljen e kastës së derivateve. Ndërkohë, Ministria e Industrisë, Tregtisë e Ndërmarrësisë ka njoftuar se Inspektoriati Qendror është duke realizuar mbikëqyrje intenzive lidhur me zbatimin e vendimit për rregullimin e përkohshëm të çmimeve dhe caktimin e masave të tjera mbrojtëse, i cili parasheh marshë tregtare 2 cent për litër me shumicë e 12 me pakicë. Të njëjtit kanë theksuar se njëkohësisht janë duke realizuar analizat të dhënave lidhur me çmimet e importit dhe ato të ekspozuara për konsumatorët në tregun vendor.